Rama ka vendosur që fushatën elektorale, drejtuese politike e fushatës elektorale në Tiranë të jetë Belinda Balluku. Pyetja është se Belinda, ndërkohë që Ogerta Manastirliu edhe ajo është një figurë me profil të lartë, është kandidatja kryesore dhe ka qenë drejtuese politike, një ndër drejtueset politike atëherë kur u shmang Veliaj, pra ka qenë drejtuese në Tiranë. Kjo vjen për një arsye, ose në fakt për shumë arsye, pse Rama cakton Belinda Ballukun. Në qoftë se marrim vetëm ato të dukshmet, vjen për faktin sepse Belinda Balluku ka qenë 2 herë e suksesshme në zgjedhje, ka qenë e suksesshme në Dibër, ku duhet theksuar që merita në fakt është e Ballukut për fitore në Dibër, dhe kemi pastaj fitore në Fier, e cila ishte një fitore dërmuese përballë numrit 2 të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Pastaj këto të tjerat që jo po e sabotoi Luani, jo po e tradhtoi Hasani, janë broshkulla që nxjerr PD-ja për të justifikuar humbjen. Në fakt, Belinda Balluku, pavarësisht se ka një profil publik të ulët, për shkak të ndoshta mungesës karizmës në përballje me politikun, ajo ka një eficiencë elektorale shumë të lartë dhe kjo lidhet për faktorët që së pari drejton ministrinë më të fuqishme të qeverisë Rama. Është ministria e cila ka transporti dhe energjetikën, 2 burimet kryesore të buxhetit të shtetit, bëhen rrugët me to dhe është energjia elektrike nga varen korporatat e fuqishme publike. Kjo natyrisht që ka lidhje edhe me personelin e korporatave publike dhe me ndërlidhjen që ka me firmat e mëdha të ndërtimit të cilat duhet thënë që burimin kryesor e kanë tek tenderat që bën shteti për ndërtimin e rrugëve. Gjithashtu, një faktor tjetër është qenia e saj si njeri i fuqishëm në qeverinë Rama. Të paktën 4 ministra janë sponsorizim i drejt për drejt i Ballukut dhe kështu në lojë pra futen edhe të tjerë. Mund të përmend pastaj edhe faktorë të tjerë minor, por besoj që këta janë kryesorët pse Rama investoi gjithçka te Balluku dhe ja besoi asaj Tiranën. Besoj që duke pasur përballë një makineri të tillë elektorale, kushdo në Partinë Demokratike do ta ketë shumë të vështirë që të përballet, sepse përjashto Manastirliun, të cilin më thënë të drejtën, nuk është se ka ndonjë rekord individual të madh, sepse kur ka qenë në Tiranë dhe ka qenë me bashkëveprimtar, me bashkëkryetar, Balluku ka rekorde dhe kjo ka qenë ndoshta arsye që në një farë mënyre e ka përforcuar Manastirliun edhe me Ballukun si një makinë elektorale e cila është në gjendje të shfrytëzojë jo vetëm potencialet e Partisë Socialiste, por edhe potencialet e shtetit. Kjo natyrisht që e bën të vështirë për Partinë Demokratike që të zgjedhë një kandidat përballë saj, aq më tepër që ata që thuhet sikur kanë marrë shumë vota preferenciale, pra Ali Mehmeti edhe Tabaku, ndjehen të pasigurt. Pse vjen kjo? Ka një mbivlerësim të elementit autokton Tiranas në kryeqytet. Tiranas, besoj unë, duhet jenë diku të 30.000 Tiranas autokton, por edhe këta janë përzierë nga martesat e ndryshme që kanë ndodhur për shkak të ardhjes së popullsisë, zhvendosjes së saj. Dhe Tirana sot është një qytet i cili pavarësisht se ka diku të 300.000 votues, besoj se është diku mbi gjysmë milion njerëz, të cilët në një farë mënyrë edhe në qoftë se janë votues, janë ndikus në frymën e votimit. Kështu që fakti i autoktonisë i kundërshtarit që do jetë përballë Ballukut është, le të themi, një pikë e cila nuk e ka më valencën e dikushme. Aq më tepër që vetë Balluku është Tiranës, dhe ky është ndoshta një arsye tjetër që Edi Rama e zgjodhi si drejtuese fushate për t'i dhënë një ngjyrim Manastirliut që shiko. Si më thënë, neve po ju ofrojmë kandidate Manastirliun
por kemi edhe bekavin e saj, i cili është Balluku, e cila është një tiranëse autoktone. Ka dhe shumë faktorë të tjerë, por unë mendoj që këto janë të mjaftueshëm që çdo kandidat i Partisë Demokratike të ketë një mungesë besimi në fitoren e tij. Berisha ka thënë që ne kemi shumë kandidat mund të ketë Berisha të cilët mund të ketë të mirë për dhëndur, si thonë një fjalë e vjetër shkodrane, është i mirë për dhëndër, po nuk bën për punë. Kështu që edhe kandidatët e Berishës vështirë se do ta kenë të mundur të përballen me kundërshtarët që kanë përballë. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë e programit e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.